Matit unë njoh njerëzit, sot është dita ime e parë këtu, po Mati është dhe në Tiranë plot. E sot unë shoh një ditë njerëz, punëtor, krenar, me dignitet. Dhe zoti avokat Eduard Brajlika është një si ju. Ai u përfaqëson ju me këto vlera. Dhe kjo është arsyeja pse u ndodhem këtu. Se Eduardi nuk është politikan i rastit. Ai është një administrator që vjen nga një karrierë shumë e gjatë shërbimit njerëzve. Nuk vjen për të marrë, por vjen për të dhënë. S'vjen për sunduar si ca tjerë, por vjen për të shërbyer. Sepse ai vjen nga ju, është një nga ju. Din dhimbjet tuaj, di çdo hall të çdo familje matjane. Si avokat ai ka luftuar për drejtësinë parë. Si qytetar ka qëndruar për parime. Dhe si bir i kësaj toke ka mbajtur gjithmonë kokën lart dhe zemrën e hapur për njerëzit. Po pse jemi ne këtu? Çfarë ka ndodhur? Pse janë këto zgjedhje? Pse nuk është ai kryetari i bashkisë sot që është ta mbaronte mandatin deri në fund? Ta kujtojmë pak. Sepse ne kemi panë shumë vite se si bashkit u kthyn në zyra partie. Por kjo duhet marrë fund. Ne kemi pa se si bashkit u kthyn çerr dhe korrupsionin. Por kjo duhet marrë fund. Ne kemi pa për shumë vite se si njerëzit besimin që kishin institucione e humbën sepse panë që ata po punonin për veten e vet dhe jo për njerëzit. Po kjo duhet marrë fund. Ne kemi parë për shumë vite se si premtimet e tyre u kthyn në tym bosh. Dhe kjo